Shkolla Ali Demi ka qenë stacioni i radhës në sensibilizimin e moshave të mitura për efektet dëmtuese të duhanit, alkoolit dhe drogave. Fushata sensibilizuese për reduktimin dhe parandalimin e kërkesës për drogë dhe substanca të tjera të rrezikshme shtrihet në 40 shkolla 9-vjeçare. Ky projekt është në bashkëpunim me Drejtorinë e Qarkut Tiranës dhe Drejtorinë Arsimore. Kemi gati 3 vjet që e vëmë në zbatim të projekt, që synon edukimin e fëmijëve për sa i përket drogës, duhanit dhe alkoolit. Ndodhemi sot te shkolla Ali Demi, është viti 3 që kemi marrë pjesë në këtë projekt. Fushata zbatohet nëpërmjet orëve të hapura të mësimit, ku përveç mësueses merrin pjesë edhe 2 punonjës policie. Droga vret njerëz, i dëmton organet shëndetësore, i shkakton vdekje të menjëhershme, duhani dëmton mushkëritë, edhe organet shëndetësore gjithashtu, frymarrjen. Për sot çfarë orë mësimit është filluar? Sot për duhanin, për drogat, gjëra të tilla. Të dim të mos përdorim të lloje drogash. Dhe nxënësit shprehnin interes për të ndjekur temat e diskutuara nga punonjësit e policisë, Neritan Qeraxhiu dhe Neila Mohala, si dhe nga mësuesja e tyre. Çfarë lloje sëmundjesh mund ta shkaktojnë? Urdhra? Sëmundjen e zemrës, mushkrive, që nga mushkrit e pasta që kemi mund të kthehen në të zeza dhe shumë të dëmshme. Tjetër. Për organizmin. Ka diçka se duhani në Shqipëri është shumë i përhapur dhe ligji për jo konsumimin ndaj tij tek fëmijët nuk është aq i përpik. Programi është fryti i bashkëpunimit mes Drejtorisë së Policisë dhe asaj arsimore në Tiranë, si dhe me mbështetjen e ambasadës amerikane dhe gardës kombëtare të New Jersey.